E di kush janë psikovampirët? Këta? Në jetën tonë kemi shumë psikovampirë, kemi ata njerëz të cilët kanë energji negative dhe na japin. Dhe në energji negative futen njerëzit janë kështu smiraxhi. Pa. Njerëz që nuk na japin besim, njerëz që na bulizojnë, njerëz që na futin në ngatres, njerëz që na kërkojnë që thonë, hajde në emër të grupit, shkojmë të bëjmë një aksion, po në fakt nuk e kanë për këtë gjë. E kanë për të përfituar vetë. Pra njerëz që na marrin energjinë pozitive dhe na lënë energji negative. Profesor Hamid Beqja thoshte dikur që edhe ëngjëlli, edhe djalli janë brenda të gjalli, që do të thotë. Unë e kam shpjeguar kështu, jam shpjegoj studentëve të mi, atë që quhet shpirti i njeriut. Shpirti i njeriut është si puna e kullesës së makaronave, që është me vrima. Është me vrima sepse ka edhe anën pozitive dhe anën negative, që duhet të derdhi mendimet e këqija dhe të mbaj mendimet e mira. Puna është kush do t'i zëri vrimat, do t'i zënë mendimet e këqija apo mendimet e mira. Nëse ne do arrim që ta mbushim kullesën me mendimet e mira, nuk ka vend për mendimet e këqija.